Abstenim nuk ka pasur, ndërprit të seanca shihemi me 3/7/2025. Këtë të martë arriti në 40 numri i seancave të dështuara për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, ndërsa ngërçi vijon edhe gati një javë pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Kjo e fundit e detyroi deputetët që brenda 30 ditësh të zgjidhin situatën e krijuar. Respektimin e vendimit, partitë opozitare ja kërkuan kryesuesit të seancës Avnida Hari. Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës tha se takimi me presidentin Osmani zhvillohet të mërkurën. Nesër do të jem prapë te presidentja. Shoh pozitiv në kuptimin e angazhimit, por në fundit blokada është prodhimi i kryenësisë politike të lëvizjes vetëvendosur. Presidentja duhet të jetë në rolin e saj kushtetues. Takimi i thirrur ka qenë sa për sy e faqe. Zoti Kurti para dite është deputet, pas dite është kryeministër, marrin vendime që në fakt tash janë antiligjuar. Ndoshta duhet të ndërhyjë edhe presidentja, ndoshta deputetët dhe partitë ish opozitore duhet me procedu matutën e gjykatë kushtetuese. Duke fajsuar partitë opozitare për vijimin e ngërçit të propozuara e lëvizjes vetëvendosje për krye parlamentare Albulena Haxhiu, përsëriti se partia e saj është e gatshme të marrë pjesë në takimet e presidentes. Unë nuk i marr 61 vot, paktën nga deputetët e Kuvendit, unë tërhiqem nga kandidatura. Për arritjen e një zgjidhjeje të mundshme, presidentja Vjosa Osmani tha të hënën se në ditët në vijim do të ftoj krerët e partive politike për konsultime.